që ky është akti ndërprerjes së marrëveshjes paqësore nga ana e Perëndisë dhe pejgamberit e tij me idhujtarët, që keni pasur bërë lidhje me ta. Udhtoni nëpër botë ju idhujtarë edhe 4 muaj, por ta dini se nuk do të mund t'i shpëtoni Perëndisën nga dënimi, dhe Perëndia do t'i pëshërojë Mohusit. Dhe ja shpalja e Perëndisë dhe pejgamberit e tij. Njerëzve, në ditën e Haxhit të Madh, Perëndia dhe pejgamberi i tij shkërpusin çdo obligim ndaj idhujtarëve. Nëse pendoheni nga mashtrimi dhe mohimi, për ju është më mirë, por nëse largoheni nga pendimi, ta dini se nuk do të mund t'i shpëtoni Perëndisë. Si arriqoi Mohusit me dënim të dëmshëm, përpos ata idhujtarë me të cilët keni lidhur marrëveshje, e që nuk ju kanë prishur asgjë nga marrëveshja, dhe që nuk kanë ndihmuar as kundër jush. Dhe plotësojeni marrëveshjen e tyre deri në fund. Me të vërtetë, Perëndia i do ata që ruhen prej mëkateve. Kur të kalojnë mujat e mëdhenj, atëherë mbyni idhujtarët kudo që t'i takoni, zëni robër, thoni dhe bëni pusi kudo. Nëse pendohen e bëjnë namaz dhe japin zeqatin, atëherë lini të qetë. Se Perëndia, me të vërtetë, është falës dhe mëshirues. Nëse ndonjë nga idhujtarët kërkon mbrojtje nga ti, mbroje, derisa ti dëgjoj fjalët e Perëndisë, e pastaj shpërni në vend të sigurt e tij. Kjo është për atë shkake, me që janë popull që nuk din. Si mund të keni idhujtarët marrëveshje me Perëndin dhe pejgamberin e tij? Mirë po, me ata që keni lidhur ju marrëveshjet e Mesxhidil Harami, derisa ti përmban ata marrëveshjes, përmbajuni edhe ju, sepse Perëndia i don ata që ruhen prej mëkateve. Si, me pas marrëveshje, nëse ju munin ata, nuk e respektojnë as farefisnin as marrëveshjen. Ata ju kënaqen me fjalë, ndërsa zemrat e tyre ju kundërshtojnë, shumica e tyre janë mëkatarë. Ata i kanë ndëruar argumentet e Perëndisë me ndonjë vlerë të vogël dhe i pengojnë njerëzit nga rruga e tij. Me të vërtetë janë të shëmtuar ato që punojnë ata. Ata nuk ju respektojnë besimtarëve, as farefisnin as marrëveshjen, këta janë tejkaluesit të kufirit në të keqia. Nëse ata pendohen dhe falin namazin e japin zeqatin, atëherë për nga besimi janë vëllezër me ju. Na vua shpjegojmë argumentet njerëzve që din. Nëse ata e prishin betimin, pasi që e kanë lidhur marrëveshjen dhe sulmojnë fen tuaj, luftoni kundër udhëheqësit e Mohusve, sepse ata nuk kanë as betim as lidhje, këtë bëni që të frenohen ata nga të keqiat. Vallë, a nuk do të luftoni kundër popullit që e ka shkelur betimin dhe lidhjen dhe i cili është përpjekur ta dëbojë pejgamberin, e ata së pari kanë filluar t'ju sulmojnë. Vallë, a ju frikoheni atyre? Të druajturit Perëndisë është në vend nëse jeni besimtar. Luftoni kundër tyre. Perëndia i dënon ata me duart tuaja dhe i pështron, u ndihmon juve kundër tyre dhe i shëron zemrat e popullit besimtar. Dhe e largon hidhërimin nga zemrat e tyre. Perëndia e pranon pendimin e atij që do. Perëndia është i plotdijshëm dhe i gjithdijshëm. Vallë, a mendoni ju se do të braktiseni, e që Perëndia të mos i tregojë ata që kanë luftuar dhe të cilët nuk e kanë bërë asnjë mikin tim, përpos Perëndisë, pejgamberit e tij dhe besimtarëve? Perëndia e di atë që bëni. Idhujtarët nuk janë të denjë për mirëmbajtjen e tempujve të Perëndisë, me që ata vetë pranojnë se janë mohus. Këta janë ata, veprat e të cilëve janë të humbura. Dhe ata përherë do të mbeten në skëter. Tempujt e Perëndisë i mirëmbajnë vetëm ata që besojnë Perëndin. Ditën e fundit, falin namazin, japin zeqatin dhe që nuk i frikohen askujt, përveç Perëndisë. Këta janë ata që janë në rrugën e drejtë. Vallë, a mendoni ju se furnizimi i haxhinëve dhe mirëmbajtja e Mesxhidit Haramit është e njëjtë me ata që besojnë në Perëndin në ditën e Kiametit dhe që luftojnë në rrugën e Perëndisë? Nuk janë të barabartë ata te Perëndia. Perëndia nuk i udhëzon në rrugë të drejtë zullumçarët. Ata që besojnë e që shpërngulen dhe luftojnë në rrugën e Perëndisë, me pasurinë e tyre dhe jetën e tyre, janë më lart për nga pozita te Perëndia, dhe këta janë ata që kanë fituar. Ata do t'i sjarriqojë Zoti i tyre me mëshirën e tij dhe kënaqësinë, si dhe me kopshje, në të cilat ka dhunti të përhershme për ta. Në to do të qëndrojnë përherë për gjithmonë. Me të vërtetë, vetëm te Perëndia është shpërblimi i madh. O besimtar, mos e bëni mik baban tuaj dhe vëllezërit tuaj, nëse ata me tepër e duan mohimin se sa besimin. Kushdo prej jush që i bën ata meq, është zullumçar. Thuaj, në setërit tuaj, bijt tuaj, vëllezërit tuaj, gratë tuaja, farefisi juaj, pasuria jua, që e keni fituar, tregtia, për të cilën keni frikë se nuk do të shkojë mirë, dhe shtëpitë, në të cilat e ndjeni veten rehat, u jam me të dashura se sa Perëndia, i dërguar i tij dhe lufta në rrugën e tij, atëherë priti derisa ta sjellë vendimin Perëndia. Perëndia nuk don ta udhëzojë në rrugën e drejtë popullin e korruptuar. Me të vërtetë, Perëndia ju ka ndihmuar në shumë vende, si dhe në ditën e luftës së Hunenit kur ju entuziazmoi numri i madh i juaj, por ai numër nuk ju solli dobi, asgjë, toka ju duke ngushtë, edhe pse është e gjerë, prandaj u zë mbrapstë duke vrapuar. Pastaj,
Perëndia ja dërgoi qetësinë e tij pejgamberit e vet dhe besimtarëve dhe e dërgoi ushtrinë, të cilën ju nuk e keni parë, e i dënoi ata që kanë mohuar. Ky është ndëshkimi i mohuesve. Pas kësaj, Perëndia pranon pendimin për këtë doj. Perëndia është falës dhe mëshirues. O besimtar, me të vërtetë, idhujtarët janë të ndytë dhe mos t'i afrohen mesxhidit Haramit pas haxhit të këtij viti. Nëse i frikoni varfërisë, në dash Perëndia ju bën të pasur dhe dhuntit e veta. Se Perëndia, me të vërtetë, është i plotëdijshëm dhe i gjithdijshëm. Luftoni kundër atyre që nuk besojnë në Perëndin, as ditën e Kiametit, që nuk e marrin për të ndaluar atë që e ka ndaluar Perëndia dhe pejgamberi i tij, dhe që nuk e pranojnë fenë e vërtetë atyre që u është dhënë libri, derisa të mos japin gjigjet aty me dorën e vet, të përurur. Të benjtë thonin, Zeri është i biri i Perëndisë, të krishterët thonin, Isa është i biri i Perëndisë. Këto janë fjalët e tyre, nga goja e tyre, i imitojnë fjalët e mohuesve të mëpashëm. I raft Perëndia, si poshmangën nga e vërteta. Ata, përpos Perëndisë, kanë konsideruar për zot dijetarët e tyre dhe murgët e tyre dhe Isajin, të birin e Meriemit, kurse u është urdhëruar që të adhurojnë vetëm një Zot, s'ka Zot tjetër përveç tij. Ai është shumë lart nga ata të cilët i barazojnë me te. Ata dëshirojnë ta fikin dritën e Perëndisë me gojën e tyre, kurse Perëndia don vetëm ta plotësojë dritën e vet, e madje, edhe sikur ta urrejë Mohusit. Ai është që ka dërguar pejgamberin e tij me udhëfim Kur'an dhe fenë e vërtetë për ta lartësuar mbi të gjitha fetë, e madje, edhe sikur ta urrejnë idhujtarët. O besimtar, me të vërtetë, shumë priftërinj dhe murgëhan pasurinë e popullit, pa të drejtë dhe zëmbrapin njerëzit nga rruga e Perëndisë. Ata që e grumbullojnë harin dhe argjendin dhe nuk e shpenzojnë në rrugën e Perëndisë janë urdhëruar, si arriqoj me dënim të dëmshëm, që do t'i godite, në ditën kur do të digjen në zjarrin e xhehenemit, e me të do të dapkoset balli i tyre, anët i jetë e tyre dhe shpina e tyre. U thuhet atyre, këtë keni mbledhur për vete, andaj, shijoni atë që e grumbulluat. Me të vërtetë, numri i muajve të Perëndia është 12, sipas librit të Perëndisë, prej ditës që i ka krijuar qiejt dhe tokën. 4 prej tyre janë të shenjtë, ky është besimi i drejtë. Në këta, mos i bëni vete sullum, por luftoni të gjithë kundër idhujtarëve, ashtu si luftojnë ata të gjithë kundër jush. Të dini se Perëndia është me ata që ruhen nga mëkatet. Me të vërtetë nderimi i vendeve të muajve të shenjtë vetëm e rrit mohimin, me të cilin mohuesit arrin e humbje, në vite proklamojnë atë të lejueshëm e vitin tjetër, të ndaluar luftimin për ta plotësuar numrin e muajve që i ka ndaluar Perëndia, dhe e lejojnë atë që e ka ndaluar Perëndia. Atyre ju janë dukur të bukura veprat e shëmtuara të tyre, por Perëndia nuk i udhëzon në rrugë të drejtë ata që nuk besojnë. O besimtar, çka keni që nguroni, huaj se jeni ngjitur për tokë, kur ju thuhet dilni në luftë në rrugën e Perëndisë. A jeni të kënaqur me jetën e kësaj bote në vend të përhershmes anshushmes? Kënaqësia e kësaj bote në krahasim me atë të botës tjetër është shumë e vogël. Nëse nuk shkoni në luftë, ai Perëndia do t'ju ndeshkojë me dënim të dëmshëm dhe do t'ju ndërrojë me një popull tjetër, atij ju nuk do të mund t'i bëni dëm asgjë. Se Perëndia është i plotfuqishëm për çdo gjë. Nëse ju nuk i ndihmoni atij pejgamberit, Perëndia i ka ndihmuar kur e dëbua Mohusit atë vetë të dytin, kur këta të dy ishin në shpellë e kur i tha shokut e vet, mos u mërzit. Se Perëndia me të vërtetë është me ne. Perëndia e zbriti qetësinë mbi shokun e tij, kurse atë e ndihmoi me ushtrinë, të cilën ju nuk e keni parë. Dhe bëri që fjala e Mohusve të jetë e poshtër, kurse fjala e Perëndisë të mbetet lart. Me të vërtetë, Perëndia është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Dilni në luftë të lehtë të rënd të gjithë pa dallëm dhe luftoni me pasurinë tuaj dhe trupin tuaj në rrugën e Perëndisë. Kjo është më mirë për ju nëse dini. Sikur ajo të ishte një gjë afër dhe udhëtimi mesatar, ata do të pasonin ty. Por atyre ju duk rrugë e largët, dhe ata do të betohen në Perëndin, sikur të kishin mundur, me siguri do të dilnin bashkë me ju, dhe kështu ata shkatërrojnë vetveten, e Perëndia e di se ata janë gënjeshtar. Të fal Perëndia ty, që u lejove atyre të mungojnë nga lufta, derisa të kuptosh se kush të flet të vërtetën dhe derisa ti njohësh gënjeshtarët. Nga ti nuk do të kërkojnë leje të mungojnë, për të luftuar me pasurinë dhe trupin e tyre, ata që besojnë në Perëndin dhe ditën e Kiametit. Perëndia i di mirë ata që ruhen nga mëkatet. Nga ti do të kërkojnë leje vetëm ata që nuk besojnë në Perëndin dhe ditën e Kiametit dhe zemrat e atyre që dyshojnë. Ata luatën e dyshimin e vet. Sikur ata të donin të shkonin në luftë, do ta përgatisnin pajisjen për të, por Perëndia nuk e pëlqeu shkuarjen e tyre në luftë, e prandaj i pengoi ata me dëmbeli. Dhe atyre u është thënë, rini me ata që janë ulur si pleqet e semur. Sikur të kishin dalë me ju, ata do të ushtonin juve vetëm të keqe dhe në mesin tuaj do të shtinin nga tresa, duke ju dëshiruar të keqen. Në mesin tuaj ka edhe përgjues të tyre.
e Perëndia i di zullumçarët. Ata edhe me parë përpiqeshin të bëjnë ngatëresa dhe t'i përshjellojnë punët e tua, derisa erdhi e vërteta dhe u tregua e qartë e feja e Perëndisë, e ata urenin këtë. Disa prej tyre thonë, me lejo të mungojnë në luftë dhe mos me qonë në sprovë. Që ata pranë pikërisht në sprovë. Me të vërtetë, skëtera i përshin mohuesit. Nëse të gjen ty ndonjë e mirë, ata i dhërohen, e nëse të godet ndonjë e keqe, ata thonë, na, edhe me parë kemi qenë të matur dhe kthehen te të vetët me gëzim. Huaj, do të na godas vetëm ajo që na ka caktuar Perëndia. Ai është Zoti ynë dhe vetëm te Perëndia le të mbështeten besimtarët. Thuaj, apo pritni ju për ne, hiç tjetër, përveç njërën prej dy të mijave? Na po presim që Perëndia t'ju godet me dënim nga ana e tij ose me duart tona. Pra, pritni ju se edhe na me ju do të presim. Thuaj, shpenzoni mendje apo dhunë. Nga ju nuk do të pranohet kursesi. Ju, me të vërtetë jeni popull i korruptuar. Lëmoshat e tyre nuk do të pranohen, nga sa ata nuk besojnë në Perëndin dhe pejgamberin e tij dhe namazet i janë qasur vetëm në mënyrë të ngathet dhe nuk shpenzojnë nga pasuria, veç se në mënyrë përbuse. Le të mos ngazëllej ty o Muhammed, pasuria e tyre e as fëmijët e tyre. Se Perëndia dëshiron të ndeshkojë me tonë këtë jetë dhe t'ju dalë shpirti atyre duke qenë mohus. Ata u betohen në Perëndin se janë në fen tuaj, por ata nuk janë me ju prej muslimanëve, por janë popull frikasak. Sikur ata të gjenin ndonjë strehim, shpella apo vend mbrojtjeje, do të niseshin atje me nxitim. Ke edhe të tillë që të çortojnë për shkak të ndarjes së lëmoshës. Nëse u jepet ajo, janë të kënaqur, e nëse nuk u jepet, për një herë zemërohen. Sikur të kënaqeshin ata me atë që u ka dhënë Perëndia dhe pejgamberi i tij do të ishte më mirë për ta, dhe të thonin, na mjafton neve Perëndia, Perëndia do të na jap nga mirësitë e veta dhe pejgamberi i tij. Na, me të vërtetë, vetëm Perëndinë e dëshirojmë. Lëmosha u takon vetëm të varfërve, të gjorëve dhe atyre që e mbledhin atë rrogë e në punësit që punon në atë lëm, dhe atyre që duhet përfituar zemrat në islamizëm dhe për lirim nga skllavëria, dhe të ngarkuarve në borxhe, dhe për rrugën e Perëndisë dhe udhëtarit të rastit. Këto janë dispozitat e Perëndisë. Se, me të vërtetë, Perëndia është i plotëdijshëm dhe i gjithdijshëm. Ka sa që e shqetësojnë pejgamberin dhe thonë, ai është veç dëgjon çdo gjë që i thuhet. Thuaj o Muhammed, ai dëgjon atë që është e mirë për ju. Beson e Perëndin dhe u beson besimtarëve. Dhe ai është mëshirë për ata që besojnë. Ata që e shqetësojnë profetin e Perëndisë, i pret dëshkim i dhëmshëm. Ata ju betohen e Perëndin për t'ju kënaqur juve, por Perëndia dhe pejgamberi i tij është më e drejtë me i kënaq nëse janë besimtar. Vallë, a nuk din ata se ai që i kundërshton Perëndisë dhe pejgamberit e tij, i është përgatitur zjarri i xhenemit, në të cilën do të qëndrojnë për herë. Ky është poshtërimi i madh. Hipokritët druajnë se do të shpallet ndonjë sure, e cila do të larimirojë se çka në zemrat e tyre. Thuaj, talluni ju, se Perëndia me të vërtetë do ta nxjerrë atë, cilës i druani ju. Nëse i pyet ata për këtë talje, do të përgjigjen, na vetëm biseduam dhe u argëtuam. Thuaj, a mos vallë me Perëndin, e versetet e tij dhe pejgamberin e tij po tallëni. Mos u arsyetoheni, se ju mohuat fen pasi që patët besuar. Nëse ne e falim një grup tuajin, do ta ndeshkojmë grupin tjetër, nga se ishin mëkatar. Hipokritët dhe hipokritët janë të ngjashëm me njëri tjetrin, kërkojnë që të bëhen vepra të këqija e pengojnë të mira dhe janë duar shtrënguar kopratës. Ata kanë harruar Perëndin, por edhe ai i haron ata i la pa dhuratë, si të ishin të harruar. Me të vërtetë, hipokritët janë mëkatar. Perëndia u ka premtuar hipokritëve dhe mohuzve zjarrin e xhenemit, në të cilën do të qëndrojnë përgjithmonë. Ai ju mjafton. Dhe Perëndia i ka mallkuar ata, për ta ka dënin të vazhdueshëm. Ju jeni si ata para jush. Ata kanë qenë më të fortë se ju, kanë pasur më shumë pasuri dhe fëmijë. Ata janë kënaqur me veprat e veta të kësaj bote, andaj edhe ju jeni kënaqur me veprën tuaj, ashtu siç janë kënaqur me veprën e vet ata para jush, edhe ju jeni dhënë pas të këqijave, ashtu siç ishin dhënë edhe ata. Ata janë veprat e të cilëve do t'u zhduken në këtë botë dhe në tjetrën, ata janë të shkatëruar. A nuk u erdhi lajmi për ata që ishin para tyre, për popullin e Nuhit, për popullin e Adit dhe Thamundit, për popullin e Ibrahimit, për banorët e Medjenit dhe për ata që janë dënuar me shkatërim. Pejgamberët e tyre u sollën dokumentet e qarta. Perëndia nuk i bëri zullum, por ata vetvetes i bën zullum. Besimtarët dhe besimtarët janë miq për njëri tjetrin, urdhërojnë që të bëhen veprat e mira, e pengojnë të këqijat, falin namazin, japin zakatin dhe i përuren Perëndisë dhe pejgamberit e tij. Këta janë ata që do t'i mëshirojë Perëndia. Se Perëndia me të vërtetë është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Perëndia u ka premtuar besimtarëve dhe besimtarëve kopshtet e xhenetit, nëpër të cilat të rrjedhin lumej, në të cilat do të banojnë për herë. Dhe u ka premtuar pallatet e mrekullueshme në xhenetin e Edenit.
Kënaqësia prej Perëndisë është shpërblim i madh. Kjo është lumturi e madhe. O pejgamber, lufto kundër mohusëve dhe hipokritëve dhe bëhu i ashpër ndaj tyre. Strehimi i tyre është skstera e ky është vendbanimi i shëmtuar. Hipokritët betohen në Perëndin se nuk kanë folur, por ata, me të vërtet, kanë thënë fjalën e mohimit dhe u zbuluan se janë mohues pasi e patën pranuar haptazi e islamizmin dhe synuan gjërat të paarritshme. Ata i urrenin muslimanët vetëm për shkak se Perëndia dhe pejgamberi i tij i kishin bërë të pavarur me të mirat e tij. Nëse pendohen, do të jetë më mirë për ta. Nëse kthejnë shpinën, Perëndia do t'i ndishkojë me dënim të rënd në këtë jetë dhe në tjetrën, dhe ata nuk do të kenë në tokë kurfar mbrojtësi as ndihmësi. Ka nga ata që janë obliguar te Perëndia duke thënë, nëse ai na jep nga dhuntit e tij, me të vërtet do të japim lëmosh dhe me të vërtet do të bëhemi njerëz të mirë. Kur ai u dha atyre nga dhuntit e veta, ata me to u bën kopras dhe u kthyen, ata edhe ashtu ishin të larguar nga përujja Perëndisë. Prandaj, ai u apërcolli këtcjelje hipokritin e zemrat e tyre deri në ditën kur do të dalin para atij, sepse e shkelën premtimin dhe në Perëndisë. Ata e kishin zakon gënjeshtën. Vallë, a nuk e din ata se Perëndia i di sekretet e tyre dhe bisedat e fshehta. Me të vërtetë, Perëndia është ai që i di të gjitha shëtësitë. Ata që i qortojnë besimtarët e cilët japin lëmosh me vullnet, edhe ata që nuk janë në gjendje, por megjithatë japin, qoftë nga kashata e vet, hipokritët tallen me ta. Por Perëndia tallet me hipokritët dhe për të ka dënim të dëmshëm. U lutet i për ta ose nuk u lute, njësoj është. Ne ti do të kërkosh falje për ta edhe 70 herë, Perëndia nuk do t'i falë. Kjo është për shkak se ata e mohuan Perëndin dhe pejgamberin e tij. Perëndia nuk e uzon në rrugë të mbar popullin nga trestar. U bëhuan ata që mbeten në shtëpitë e tyre kundër profetit të Perëndisë. Ishte e nevoshme për ta lufta në rrugën e Perëndisë me pasurinë dhe trupin e tyre, dhe ata thanë, mos shkoni në luftë në përvap. Thuaju, zjarri i xhenemit është edhe më i nxehtë. Sikur ta dinin ata. Do të qeshin pak ata e do të qajnë shumë, ky do të jetë dënimi për atë që e ka merituar. Dhe nëse të kthen Perëndia nga lufta në Medinë të një grupi hipokritëve, ata kërkojnë leje nga ti që të shkojnë me ty në luftë. Thuaju, o Muhammed, kur nuk do të shkoni me mua në luftë dhe kur me mua nuk do të luftoni kundër armikut. Ju ishit të kënaqur kur nuk erdhët herën e parë, prandaj rrini me ata që ngelin pas me gratë dhe fëmijët. Askujt prej hipokritëve kur të vdesin, mos i afal gjenazën, as mos riafër varrit e tij, sepse ata e kanë mohuar Perëndin dhe pejgamberin e tij dhe kanë vdekur si nga trestar. Le të mos ju shoh Muhammed pasuria e tyre dhe fëmijët e tyre, se Perëndia don vetëm t'i ndishkojë me to ata në këtë jetë, e të vdesin duke qenë mohues. Kur t'ju shpallet një sure e t'ju thuhet atyre, besoni Perëndin dhe luftoni së bashku me pejgamberin e tij. Pasanikët e tyre kërkuan leje dhe thanë, na lini të rrim me ata që nuk shkojnë në luftë. Kënaqen të jenë me ata që nuk shkojnë në luftë, zemrat e tyre janë të vulosura, ata nuk kuptojnë. Por pejgamberi dhe ata që besojnë në të, luftua me pasurinë e tyre dhe trupin e tyre. Për ta ka çdo të mirë dhe ata janë të shpëtuar. Perëndia u ka përgatitur këtyre kopshtet e xhenetit, në për të cilët rrjedhin lumenjt, në të cilët do të banojnë përgjithmonë. Kjo është fitore e madhe. Erdhën disa beduin duke u arsyetuar për të kërkuar leje që të mos shkojnë në luftë, dhe munguan ata që e gënjyn Perëndin dhe pejgamberin e tij. Prej atyre që munguan, me të vërtetë, do t'i godet dënimi i dëmshëm. Nuk është mëkat mos të shkojnë në ushtri, të dobëtit fizikisht, as të semurët, as ata që nuk mund të sigurojnë shpenzimet, nëse janë të sinqertë ndaj Perëndisë dhe pejgamberit e tij. S'ka arsye të bëhet asnjë vërejtje bamirësve, se Perëndia është falës dhe mëshirues. Nuk ka mëkat as për ata të cilët vinte ti për të kërkuar kafshalimi, e ti u thua, unë nuk mund t'ju siguroj kafshalimi, andaj nga se nuk mundën të gjejnë shpenzime për luftë, ata kthehen në sytë e tyre rrjedhin lot nga dëshpërimi që nuk mundën të gjejnë mjete shpenzimi. Ka arsye të bëhet vërejtje vetëm atyre të cilët kërkojnë leje nga ti, duke qenë të pasur. Ata kënaqen të shoqërohen me ata që nuk shkojnë në luftë. Perëndia u ka vulosur zemrat e tyre, por ata nuk dinë. Kur të ktheheni në mesin e tyre, ata do të arsyetohen te ju. Thuaju, mos u arsyetoni, sepse na nuk ju besojmë, me që Perëndia na ka lajmëruar për qëllimet e juaja. Me siguri, Perëndia dhe pejgamberi i tij do t'i shohin veprat tuaja, pastaj ju do të ktheheni tek ai, që i di gjërat e padushme dhe të dushme, e do t'u lajmëroj për atë që keni punuar. Ata betohen në Perëndin, kur të kthehen ju te ata, që të shmangeni prej tyre, pra, shmanguni prej tyre. Ata janë të ndytë dhe strehimi i tyre është skëtera. Ky është dënimi për veprat e tyre. Ata u betohen juve që të jeni të kënaqur me ta. Nëse ju do të jeni të kënaqur me ta, Perëndia, me siguri, nuk është i kënaqur me popullin nga trestar.
Beduinët janë mozit dhe hipokritet me të mëdhenj se tjerët dhe është e kuptueshme që nuk i njohin dispozitat që ja ka shpallur Perëndia, pejgamberit e tij. Perëndia është i plotëdijshëm dhe i gjithdijshëm. Ndër beduinët ka të atill që shpenzimin e rrugët e Perëndisë e konsiderojnë si humbje, e presin që t'u godet juve fatkeqësia. Leti godet ata valja e fatkeqësisë. Perëndia i dëgjon dhe i di të gjitha. E kanë nga beduinët që besojnë Perëndin dhe ditën e Kiametit dhe atë që e kanë shpenzuar në rrugën e Perëndisë, e marrin për ofrim te Perëndia dhe meritimin e bekimit të pejgamberit. Me të vërtetë, ai shpenzimi i tyre është ofrimi i tyre te Perëndia. Perëndia ata do t'i shpjellë në mëshirën e vet. Perëndia me të vërtetë është falës dhe mëshirues. Perëndia është i kënaqur me muslimanët e parë, muhaxhirët dhe ensarët ndihmëtarët e pejgamberit dhe të gjithë ata që i pasuan në të mira, por edhe ata janë të kënaqur me te. Perëndia për ta ka përgatitur kopshte në për të cilat të rrjedhin lumen, ku ata do të jetojnë vazhdimisht dhe përgjithmonë. Kjo është fitore e madhe. Ka beduinë në mjedisin tuaj që janë hipokritë, por ka edhe ndër banorët e Medinës që janë të shkathet në hipokrizi. Ti nuk i di ata. Na i dim. Na do t'i dënojmë ata, 2 herë e pastaj do të kthehen në dënimin e madh. Ndërkaq, disa të tjerë i pranojnë mëkatet e veta, sepse i kanë përzier veprat e mira me të keqijat. Ka gjas që Perëndia t'u pranoj pendimin e tyre. Me të vërtetë, Perëndia është falës dhe mëshirues. Merr nga pasuria e tyre lëmosh me të cilën do t'i pastroj ata dhe me të cilën do t'u rrisish veprat e mira. Lutu për ta. Me të vërtetë, lutja juaj është shëtesim për ta. Dhe Perëndia i dëgjon dhe i di të gjitha. A nuk e din ata se vetëm Perëndia pranon pendimin nga robërit e vet dhe pranon lëmosh, dhe se vetëm ai është pranuesi i pendimeve dhe mëshirues. Dhe thuaj, punoni, Perëndia, pejgamberi i tij dhe besimtarët do të shohin punën tuaj. Ju do të ktheheni tek ai që i di gjërat e padukshme dhe të dukshme e do t'ju lajmëroj për atë që keni punuar. E ka edhe të tjerë, të cilët shpresojnë udhërinë e Perëndisë, që ose do t'i dënoj ata, ose do t'u pranoj pendimin, dhe Perëndia është i plotëdijshëm dhe i gjithdijshëm. Nga hipokritët janë edhe ata që ndërtuan një xhami për t'i shkaktuar dëm, për ta forcuar muhimin dhe për të krijuar përçarje në mesin e besimtarëve, duke ju shërbyer ajo si pusi atyre që qysh me parë luftonin kundër Perëndisë dhe pejgamberit e tij. Dhe ata betoheshin, na dëshirojmë vetëm veprat e mirë. Perëndia dëshmon se ata me të vërtetë janë gënjeshtarë. Ti natë kur mos bën namaz. Xhamia, themelet e secilës i unë që në ditën e parë, në të mirën e Perëndisë, me të vërtetë meriton që të bësh namaz në te. Në te janë njerëzit të cilët e duan pastërtinë. Perëndia i do ata që pastrohen shumë. Cili është më i mirë, ai që themelet e godinës së vet i vën në rrugën e Perëndisë dhe kënaqësinë e tij, apo ai që themelet e godinës së tij i vën në bregun e gëryer, e krokulliset me të në zjarrin e xhenemit. Perëndia nuk don ta udhëzojë në rrugë të drejtë popullin zullumçar. Dinën që ata ndërtuan është vazhdimisht në dyshim në zemrat e tyre, përderisa të mos u copëtohen zemrat e tyre. Perëndia është i plotëdijshëm dhe i gjithdijshëm. Perëndia, me të vërtetë, ka blerë nga besimtarët e vet trupin dhe pasurinë e tyre për t'i udhëruar xhenetin atyre. Ata luftojnë në rrugën e Perëndisë, rasin dhe vriten. Ky është premtimi i tij i vërtetë në Teurat, Injil dhe Kur'an. Kush është më i plot me konsekwenca Perëndia në premtim? Andaj, gëzoni kësaj shitjete juaj që e keni kontraktuar me te, dhe kjo është fitore e madhe. Këta janë ata që pendohen për mëkatet e tyre, që e adhurojnë Perëndin dhe e falenderojnë atë, dhe agjerojnë, dhe bëjnë ruku dhe sejdë, falin namazin, udhërojnë me veprat e mira, e pengojnë prej të keqijave dhe të cilët ruajnë dispozitat e Perëndisë. Si arriqën besimtarët? Nuk është për pejgamberin dhe besimtarët që të kërkojnë falje për idhujtarët, madje qofshin edhe të afërmt e tyre, pasi që t'ju bëhet të qartë se ata janë banorë të xhenemit. Kërkesa e Ibrahimit për faljen e babës së tij ka qenë vetëm për shkak të premtimit që ja kishte dhënë ai Ibrahimi atij. Por kur ju bëhet qartë se ai babai i tij është armik i Perëndisë, u tërrosh prej tij. Me të vërtetë, Ibrahimi ishte lutës i madh dhe i butë. Perëndia nuk e humb një popull pasi ta ketë udhëzuar në rrugë të drejtë, përderisa të mos u tregojë se prej se duhet të ruhen. Me të vërtetë, Perëndia është i dijshëm për çdo gjë. Me të vërtetë, Perëndisi i takon pushteti i qiejve dhe i tokës. Jeta dhe vdekja janë veprat e tij. Dhe ju, përveç Perëndisë, nuk keni as mjekas ndihmës. Perëndia, me të vërtetë, pranoi pendimin e pejgamberit, të muhaxhirëve dhe të ensarove, të cilët shkon pas atij në çastin e vështirë, pasi që zemrat e disa prej tyre, por një fije që na fshmangjes, pastaj Perëndia pranoi pendimin e tyre. Ai, me të vërtetë, është i butë dhe i mëshirshëm ndaj tyre. Perëndia pranoi pendimin edhe të atyre treve që patën munguar në ushtri, dhe kjo, prej atëherë, kur toka
por kundër gjerësisë së saj, atyre ju duke ngushtë dhe ishte shtrëngim për shpirtërat e tyre, dhe qenë të bindur se nuk ka strehim tjetër përveç Perëndis, e pastaj Perëndia i përgatiti ata për pendim, që të penduan. Me të vërtetë, Perëndia pranon pendimin dhe është mëshirues. O besimtar, duajuni Perëndis dhe bëhuni me ata që janë të drejtë. O hanorët e Medinës dhe beduinit që janë rreth saj, nuk është e drejtë të mungojnë nga ushëria pas pejgamberit të Perëndis, as të kursejnë jetën e tyre për jetës e tij, sepse ata që janë në rrugën e Perëndis nuk do t'i godas as etja, as lodhja, as uria, e as që do të shkelin në ndonjë vend, që do t'i zemrojë mohuesit, as që do t'i gjejë nga ana e armikut, e që ajo të mos ju shkruhet atyre si vepër e mirë. Me të vërtetë, Perëndia pamirëse nuk do t'ua humbë shpërblimin, dhe nuk do të japin kontribut as të vogël as të madh, as nuk do të kapërcejnë kurfar lubine e që ajo të mos u shënohet atyre. Le t'i shpërblen Perëndia ata më mirë se që kanë punuar. Nuk duhet të shkojnë në ushtri të gjithë besimtarët. Pse të mos shkoj prej çdo grupi nga një njësi, që të mësohet në besim dhe kur të kthehet tek ata të këshilloj popullin e vet që t'i druajnë Perëndis. O besimtar, luftoni kundër mohuesve që gjenden afër jush dhe le ta ndjejnë ata shpërsinë tuaj. Dhe dini se Perëndia është me ata që ruan nga mëkatet. Kur të shpallet ndonjë sure, disa prej tyre thonë, kujt prej jush jo do t'i jashtoj besim. Sa i përket besimtarëve, atyre kjo sure u ashton besimin dhe ata do të gëzohen. E sa u përket atyre, zemrat e të cilëve janë të semura me hipokrizi, atyre u ashton mohimin që kanë dhe ata vdesin si mohues. Vallë, a nuk shohin ata se çdo vit, një herë ose dy herë vjen në sprovë, e megjithatë, përsëri, as nuk pendohen as nuk këshillohen. Kur të shpallet ndonjë sure që i qorton hipokritet, ata shikojnë njëri, tjetrin dhe thonë, apo ju shehin dokush. Pastaj kthehen. Perëndia i shmangë zemrat e tyre, sepse ata janë popull që nuk kuptojnë. Nga xhiu juaj u erdhi një pejgamber. Atij i vjen rënd për mëkatet që bëni ju, por ai përpiqet që ju të shkoni rrugës së drejtë, dhe ndaj besimtarëve është i butë dhe mëshirues. Nëse ata zëmbrapsen, thuaj, më mjafton mua Perëndia, s'ka zot tjetër përveç ti. Unë mbështetem tek ai, dhe ai është Zoti i gjithësisë madhështore, Arshit të Madh.